nderuar qytetar të komunës së Rahovecit, nderuar kryetar, kryesues, nënkryetar, kolegë asamblejës, drejtor të drejtorive, ju përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, nderuar prijes i Bashkisë Islame në Rahovec, Hoxh Shanije Efendi Syka, i nderuar dhe shumë respektuar komandant Ismet Tara, Fardin Hajda, vllai i dy dëshmorëve, komandant Bina Gashi, i nderuar dhe shumë respektuar kryetar i komunës së Leposaviçi, Juzim Hetemi, faleminderit për kohën që keni gjetë në ardhmë edhe me respektu këtë ditë shumë shenjtë për komunën e Rahovecit. Nderuar ju përfaqësues të institucioneve tjera të pranishme në këtë seancë solim. Sot jemi mbledhur këtu së bashku që të shënojmë një nga ditët më të shënuara të historisë tonë të re. Ditën e çlirimit të komunës së Rahovecit. Një datë që për ne përfaqëson triumfin e sakrificës, qëndresës dhe idealit të shumë brezave në luftën për liri. Në këtë ditë, para 26 viteve, Rahoveci u çlirua pas një periudhe të gjatë dhimbje, terrori dhe përpjekje të përgjakshme. UÇK-ja me bijtë dhe bijat më të mirë të këtij vendi e shkroi me gjak dhe heroizëm kapitullin e lirisë sonë. Kjo ditë nuk është vetëm një kujtim historik, por një testament i përhershëm për brezët që do të vinë pas. Një kujtesë e lirisë se liria nuk dhurohet, por ajo fitohet me flijim dhe vendoshmëri. Me respekt të thellë përkulemi para veprës së dëshmorëve që ranë për këtë ditë. Lavdia e tyre është themeli mbi të cilën ne e ndërtojmë të ardhmen tonë si komunë, si shtet dhe si popull. Nuk ka fjalë që mund të shprehë njohjen tonë të thellë për ata që nuk kursyen as jetën për të parë Kosovën në ditët e sotme të lirë dhe të pavarur. Të nderuar të pranishëm. Çlirimi i Rahovecit është pjesë e pandarë e çlirimit edhe të gjithë Kosovës. Sot si qytetar të lirë, na takon që këtë liri ta nderojmë çdo ditë, me punë, përkushtim, ndershmëri dhe kujdes e mbi gjitha respekt për njëri tjetrin. Na takon që këtë komunë ta zhvillojmë me vizion, t'u lehtësojmë jetën qytetarëve dhe të ruajmë dinjitetin dhe emrin e lartë të dëshmorëve dhe gjithë atyre kontribuesve për liri. Në emër të grupit të asamblejistëve të Aleancës, qytetarëve të Rahovecit dhe ju gjithë pranishëm urojmë ditën e çlirimit, lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi luftës së drejtë të ushtrisë çlirimtare, e faleminderit patjetër të gjithë miqve tanë që na ndihmuan në luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që të arrijmë çlirimin e sot të gëzojmë një brezat të ri këtë ditë.